Dualitet titullohet ekspozita më e fundit, çelur në galerinë Wilson Kilica në qytetin e Fierit. Ekspozita vjen me punimet e artistit Fatmir Tufina dhe mbartë vepra të realizuara vitin e fundit, por në kontrast të theksuar me pikturat e mëparshme ku luante me ngjyrat e forta. Pra kemi të bëjmë me një piktor të lotë, një piktor që ka konceptin e qartë, koncept të drejtë, lidhur me një art dekorativ, por edhe modern. Dhe secila prej tablove mund të quhet një novel, një poezi apo edhe një roman në vete. Vetë artisti thot se tablot e mëdha të japin mundësinë të luash me dinamikat për të përcjellë historinë e subkonsciencës. Po të shikosh me vëmendje, janë tablo që kanë dinamikë, kanë një qasje tjetër nga një pikturë realiste, mund të jemi. Jam munduar të sjell në këtë ekspozitë këtë lloj qasje artistike, domethënë një kombinim ndërmjet bardhëzisë dhe kolorit, ndaj të cilat janë dy kundërshti teknikisht, që normal që vin nga titulli dhe jam munduar që këto dy kundërshti të qëndrojnë me njëra tjetrën. Kjo ekspozitë personale organizohet pas fitores së çmimit të parë në Stamboll, ekspozimit dhe përgjedhjes në Bienalen e Londrës mes 25 artistëve më të pëlqyer.